Përshëndetje, jemi me Eurona Lekën, pedagoge drejtave të njerëzit pranë Universitetit Marin Barleti. Përshëndetje Eurona. Përshëndetje. Eurona, numri I rasteve të dhunës në familjet shqiptare vitet e fundit shihet se është rritur. Duke u bazuar në statistika, janë shënuar 2526 raste, një shtim prej 345 rastesh më shumë se një vit më parë. Çfarë mendoni ju se ndikon në këtë përkeqësim, në këtë rritje të numrit të dhunës në familje? Unë fillimisht të thoja që dhuna në familje, të paktën dhe sipas statistikave, ka marrë për masa galopante kohët e fundit dhe do të evidentoja disa shkaqe, të cilët në një farë mënyrë do t'i ragrupoja në dy grupe kryesore. Shkaqet parsorë që kontribuojnë ndjeshëm në këndvështrimin tim në shtimin e rasteve dhunës në familje janë pikë së pari gjendja e rënduar ekonomike, pra varfëria që ka kapluar një pjesë të madhe të çifteve, një varfëri ekstreme do të thoja, dhe së dyti divergjencat që lindin dhe si rezultati formimit akademik apo dhe backgroundit kulturor që çiftet kanë njëri me tjetrin. Ndërsa në rangun e shkaqeve dytësore, po që janë shumë të pranishme dhe që normalisht kanë një peshë të konsiderueshme në shtimin e dhunës, unë mund përmendja xhelozin, ambientin familjar patriarkal, pra një shoqëri e cila në një farë mënyrë e ka pasur pjesë të saj në fenomenin e dhunës, por kohët e fundit të shfaqur pak më dukshëm, kjo dhe si rezultati I ndërgjegjësimit të vetë femrave të cilat kanë pësuar dhunën në familje. Eurona, ju si pedagoge lëndës të drejtave të njerëzit, a keni informacione nëse ekziston një strategji e qartë kundër dhunës ndaj gruas në Shqipëri? Në fakt ekziston një strategji e qartë, ajo është përpiluar dhe filluar si projekt diku nga fillimi I viteve 2006 në bashkëpunim ndërmjet shoqërisë civile OSBE-s, për Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, në përputhje të plot me koordinatat dhe politikat e Ministrisë Punës dhe Çështjeve Sociale. Strategjia specifikisht emërtohet strategji kombëtare për barazinë gjinore dhe dhunën në familje, pra në mënyrë jo të drejt për drejt dhuna ndaj gruas, por dhuna në familje, dhe është shoqëruar gjithashtu dhe me një plan veprimi I cili është miratuar nga Këshilli I Ministrave me numër 913 I 19 dhjetorit të 2007-s. Strategjia në vetvete jo vetëm që është e qartë, por përmban dhe dy pjesë kryesore mbi të cilat është themeluar dhe përpiluar gjithë strategjia. Pjesa e parë I referohet konceptit të barazisë gjinore dhe pjesa e dytë I referohet luftës kundër dhunës. Eurona, unë doja t'ju pyesja në lidhje me pozitën e gruas sot në Shqipëri, ndërkohë kur tema e sivjetshme e sesionit të OKB-s është shmangja dhe parandalimi I çdo lloji dhune ndaj grave. Si mendoni ju se paraqitet gjendja në vendin tonë? Ne e tham pak a shumë dhe në fillim të kësaj interviste dhe mbi bazën e numrit dhe statistikave që ju thatë që është në rritje, pra fatkeqësisht në vendin tonë numri I rasteve dhunës në familje ka ardhur në rritje. Por është për t'u theksuar dhe për t'u evidentuar, madje dhe për t'u vlerësuar, së fundmi ndërgjegjësimi si në nivel vendor, ashtu dhe në nivel lokal për çështjen e dhunës. Një ndërgjegjësim I cili jo vetëm ka evidentuar rastet e dhunës, por në një farë mënyrë dhe këndvështrimi duke bashkëpunuar dhe me organet e ligjit ka mënjenuar aq sa ka mundur eliminimin e këtij fenomeni I cili po përmerr për masa të mëdha në realitetin shqiptar së fundmi. Veç dhunës në familje, një prej treguesve të tjerë për gjendjen e gruas dhe pozitën e saj në shoqëri, siç e dim, është edhe numri I ulët I të punësuar, grave të punësuara, në krahasim me gjinin mashkullore. Si mendoni se mund të mbyllet ky hendek? Në fakt unë do të thoja që kjo është një karakteristikë e veçantë e gjitha shoqërive në tranzicion, pra jo vetëm e vendit tonë, por dal nga dal në Shqipëri ky hendek ka ardhur duke u zvogluar, duke u nisur këtu edhe nga prezenca e grave në postet më të larta drejtuese. Pra ne sot numërojmë disa gra ministre që mbajnë postet e ministrive kryesore, duke filluar që nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Integrimit, Ministria e Turizmit, Ministria e Kulturës, Ministria e Arsimit, pra ministri shtylla që në një farë mënyre po japi në mënyrë të drejt për drejt kontributin maksimal për eliminimin e dhunës në familje.
Faleminderit shumë Aurona dhe ju urojmë punë të mbar në këtë iniciativë kaq të rëndësishme. Faleminderit juve dhe unë ju përgëzoj përzemërsisht për këtë iniciativë që keni ndërmarrë.